Po mirë, a e kupton rregullat e demokracisë? Ka dole pa, po jo marr të kriju shumicë parlamentare. Po bë nervoz leam jo veç ta nervoze kjo. Po jo, më shumë nervoz. Ska lidhje me nervoze kjo. Shiko? Mi ka parti tjera me zor, për fytyrë dhe mi shtimi bu koalicion. Po jo, jo ka tenton mi marr parti tjera për fytyrë mi shtim me votu për se Albinit. Ishte opozita qëllimin e kohë demokraci. Demokracia kjo. Ishte opozita qëllimin e kohë veç mi a dëshmuar me kurti që Albin Kurti na nuk lëna me formu qeveri. Ishte opozita po lip zgjedhje. Nas lëna me formu qeveri. Ligjore kushtetuese po lip zgjedhje, sepse Albin Kurti ditën që ka dështuar kuvend ka thënë veç zgjedhje duhet më shkuë. Mirë. Edhe u moj takimi me presidentin, krejt kanë qenë për zgjedhje. Çka ndryshoi tutje më zanenaj? Jo. I përdor matematikat. Nuk jemi arrogant. I shkruajti ato. Do të tentojmë edhe me zotin Konjuksa mandatorin e ri që ta me valuar më shumë. Po, nëse nuk ka vota, atëherë opcioni është zgjedhje. Me vonuar pak. Kur mund ndodhi kjo Nëse mendon ti që e kemi për me shku në dimër, ani votu e po shkojnë në mars kur nuk është shmër me voturit ka dhova arsyen me kur nuk është dimër. Po ta dhova arsyen. Nuk po të bie kursysh tamam ty. Ti po thua nëse votuhet, nëse është këtu mërgata, është rrezik për këtë. Hajde votojmë la. Ju mendoni ashtu. Ju mendoni ashtu. Unë po mendoj tri arsye që nuk më japë përgjigje nacionale për ty. E para, në rast se nuk ish propozuar Glau Konjuksa dje për mandator, edhe nuk ish dekretuar nga presidenti dje presidentja e ka pas të obliguar me kushtetut me ish pas zgjedhjet. Nëse vetëvendosja te djerën kish hi në balotazh me zgjedhjet e shpollura, ka pas frikë që ka me humbë vota në komunat ku është balotazh. E dyta ka kjo. E na kemi dalë shumë mirë në komuna ata. Po ti e din që kena dalë shumë mirë. Jo, me falje edhe ti din që vjosë në alatë keni. E keni pas pokun për 4 vjet. Presidenti e vendit. Po, presidenti e vendit. Ajo komandatore dëvosh me vesh. E triumvirotit që thot kushtir Sadiku, Glauk Albin Glauk vjosh. Ajo s'ka lujt për kësi pozicion. Ajo është presidenti. Dua ta ballafaqoj pak një krenarin edhe Mefin. Sepse krenari është kritik në disa drejtime edhe me pozicionet e lëvizjeve vendosë, sidomos në idenë se si të bëhet qeveria. Krenar, ti ke thënë që Albin Kurti nuk është interesuar më të bëj qeveri ose ta drejtoj qeverinë nëse nuk i ka 50+%. Pra o vetë, o fare me koalicion. Po kjo është teori e Krenarit, kjo është Albinit. Kreto sa asgjë ka thonë. O prit bre se kisha me ty. A çka të keqe? Krenar. Sot na se kishim pas vend në bloku. A do të kjo. Kishim pas për herë 2 qeveri stabile, për mas 4 vjet stabile, patëm. Ku jemi sot? Ku jemi sot mas 4 vjete? Na e Sakse nuk përbejes, dej këtu. Devasa, dej këtu. Këtu jemi O devasa se s'është ai zotëria deputet. Do të nuk bëhet të ardhmen. Si dihet më nështë ta bëhet. Nështë ta bëhet edhe ministër, edhe kryeministër, edhe president.